Pas operacionit në gjuhë, një adoleshent 17 vjeçar haron gjuhën e tij amtare. Një djalë 17 vjeçar holandez i cili ju nënshtrua një operacioni rutinë në gjuhë, habiti mjekët dhe familjen e tij, kur u zgjua duke folur vetëm anglisht dhe nuk ishte në gjendje të kuptonte ose të fliste hollandisht gjuhën e tij amtare. Rasti ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare për rrallësinë e tij dhe mekanizmat e pashpjegueshëm pas një ndryshimi të tillë gjuhësor. Adoleshenti ishte shtruar në një spital në Holland për një operacion në gjuhë pas një dëmtimi në futboll. Procedura shkoi pa probleme, por pak pasi rifilloi vetë dijen, nga anestezia e përgjithshme, adoleshenti filloi të fliste vetëm në anglisht, një gjuhë që e kishte mësuar eksaktësisht në shkollë. Anglishtja e tij e folur kishte një theks të veçantë holandez, por ai e përdori atë rrjedhshëm duke e këmbgulur vazhdimisht se ishte në Shtetet e Bashkuara. Ai nuk i njohi prindrit e tij dhe nuk tregoi aftësi për të kuptuar ose folur holandisht. Sipas një raporti që mjekët shkruan për rastin e tij, pacienti nuk ishte histori të mëparshme të problemeve psikiatrike, as në një gjendje të rëndësishme neurologjike, megjithse disa antar familjes nga ana e nënës së tij kishin përjetuar depresion. Infermierja që vuri re fillimisht fjalimin e djalit vetëm në anglisht, supozoi se ishte një rast klasik i shfaqjes së deliriumit, një gjendje konfuzioni përkohshëm që shihet shpesh tek pacientët pas anestezisë. Kjo gjendje zakonisht zbehet brenda disa minutave ose orëve, por në këtë rast pacienti vazhdoi të refuzonte ose të mos jepte një fjalë të vetme holandeze disa orë pas operacionit. Të shqetësuar nga vazhdimësia e simptomave, stafi i spitalit kërkoi një vlerësim psikiatrik. Kur psikiatrit e ekzaminuan rreth 18 orë pas operacionit, ata e gjetën djalin të qetë, të vëmendshëm. Ai u përgjigj në mënyrë të përshtatshme pyetjeve, por vetëm në anglisht. Ai dukej rehat dhe koherent, duke mos treguar asnjë shenjë shqetësimi, halucinacioni ose konfuzioni. Mjekët vënë re se ai u përpoq të përgjigjej në holandisht, por u përpoq të prodhonte fjalë. Pas shqyrtimit të rastit, ekipi mjekësor e diagnostikoi adoleshentin me sindrom në gjuhës së huaj FLS, një gjendje rrallë, saqë vetëm 9 raste të ngjashme janë të dokumentuara në literaturën mjekësore. Sipas ekipit, ky mund të jetë rasti i parë i regjistruar që përfshin një adoleshent.